Në kalendarin zyrtar të punës së Kuvendit të Kosovës, sesioni pranveror përfundoi me 31 korrik. Megjithatë, vendi ndodhet në një situatë të jashtëzakonshme politike pas shpërndarjes së Kuvendit dhe dekretimit të zgjedhjeve të reja. Institucionet nuk është më funksional dhe pritet konstituimi i përbërjes së re për pas zgjedhjeve. Edhe një ditë më parë, në ditën e pushimit, deputetët dolën në punë. Kjo, me që 120 deputetët e Kuvendit të Kosovës, ka 2 muaj e gjysmë që nuk po arrin të zgjedhin të parin e tyre. Sipas nenit 66 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, Kuvendi i Kosovës zgjedhet me mandat 4 vjeçar, duke filluar nga dita e seancës konstituive, e cila ka filluar më 15 prill 2025, por nuk ka përfunduar. Referuar në nenit 12, paragrafi 5 të rregullores së Kuvendit të Republikës së Kosovës, seanca konstituive përfundon me zgjedhjen e kryetarit dhe nënkryetarëve të Kuvendit. Nga Drejtoria për Mediat e institucionit legjislativ kanë treguar se si i parasheh rregullorja 2 sesionet e punimeve brenda vitit. Së pari, Kuvendi zhvillon punën në 2 sesione. Sesioni pranveror fillon të hënën e 3 të muajit janar dhe përfundon në fund të muajit korrik. Sesioni vjeshtor fillon të hënën e 2 të muajit shtator dhe përfundon në fund të muajit dhjetor. Kuvendi, ndërmjet 2 sesioneve, mund të mblidhet në seancë të jashtëzakonshme, thuhet nga Kuvendi, por duket se deputetët nuk mund të shkojnë me pushime pa u konstituar Kuvendi, edhe pse një zgjedhje tashmë e kanë gjetur. Kjo, meqense në seancat e vikendit numri i deputetëve në sallë nuk arrin në 100.